Autoriteti i konkurrencës ka nisur monitorimin e tregut të prodhimit të shitjes së bukës në qytetin e Korçës pas informacioneve të publikuara në media lidhur me një rritje të paralajmëruar të çmimit të saj. Sipas këtyre informacioneve, disa ndërmarrje të prodhimit dhe tregtimit të bukës kanë njoftuar pikat e shitjes se çmimi i bukës pritet të rritet nga 120 lekë në 150 lekë, duke reflektuar një rritje të njëkohshme prej mbi 25%. Në këtë kuadër, autoriteti i konkurrencës ka ngritur menjëherë një grup pune, i cili po zhvillon kontrolle në terren për të verifikuar nëse ky njoftim po zbatohet nga ndërmarrjet dhe nëse një rritje e tillë e njëkohshme përbën shkelje të ligjit. Sipas autoritetit, veprimet për kryen zbatim të ligjit numër 9121, fraksion 2003, për mbrojtjen e konkurrencës, i cili ndalon marrëveshjet mes ndërmarrjeve që kanë si objekt ose pasojë pengimin, kufizimin dhe shtrembërimin e konkurrencës në treg. Ky ligj ndalon veçanërisht marrëveshjet që përcaktojnë në mënyrë të drejtë ose të tërthor çmimin e blerjes apo të shitjes. Gjithashtu thirrje e ndërmarrjeve të tregtimit të bukës që të respektojnë legjislacionin fuqi, duke theksuar se shkelja e ligjit përbën kundravajtje administrative dhe mund të sanksionohet me gjobë deri në 10% të xhiros së vitit financiar, paraardhës për ndërmarrjet e përfshira në marrëveshjet paligjshme.